Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1511, qytet Fortesa Mirandola bie në duart e francezëve. Për 4 shekuj, ky qytet në Modena, Itali, ishte principate pavarur, pronë e familjes Pico. 1793, mbreti Louis XVI i Francës dënohet me vdekje për tradhti dhe krime kundër shtetit. Ai dhe familja e tij u kapën ndërsa po i afroheshin kufirit gjerman për të shpëtuar revolucionet. 1878, ushtria serbe në luftë me turqit arrin të marrin Vranjën. 1898, hiri Christopher Columbus transferohet në katedralen e Seviljes. 1899 u formua Sudani Anglo-Egjiptian. 1903 u zhvillua për herë të parë turi i Francës, Tour de France, dhe sot është një nga garat më prestigjioze të ciklizmit në botë. Turi 2428 km i gjatë vazhdoi për 19 ditë. Në garë morën pjesë 59 ciklistë, por vetëm 20 prej tyre arritën ta përfundojnë atë. Turin e parë fitoi ciklisti francez Maurice Garin. 1903, në transmetimet radiofonike u shënua një progres i madh. Me anë të valve të radios, për herë të parë u dërgua sinjal interkontinental. 1915, George Claude patentoi gypat e neonit të përdorura për reklamim. 1922, një firmë për kërkime gjeologjike shpall se burimet e naftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të shterojnë në 20 vjet. Sot, sipas ekspertëve të SBA-ve, pritet të kalojnë në Arabi Saudite si prodhuesi më i madh i naftës në botë. 1953, 68% e të gjitha televizioneve në SBA u kyçën me serialin komik I Love Lucy, që të shohin Lucy si lind. 1955, kamera dhe mikrofonat incizuan për herë të parë një konferencë për shtyp të një presidenti të Shteteve të Bashkuara. Ky takim filloi me një koment të shkurtër të presidentit Dwight Eisenhower. 1966, Indira Gandhi zgjedhet kryeministre e Indisë. 1977, bie dëbor në Miami për të vetmen herë në historinë e këtij qyteti. Po atë ditë dhe vit, bora ra edhe në Bahamas. 1981, SBA dhe Irani nënshkruajnë marrëveshjen për lirimin e 52 pengjeve amerikane që mbaheshin në Teheran. 1983, Klaus Barbie, shefi i policisë sekrete naziste, SS në Lyon të Francës, u arrestua në Bolivi. Ai njihej si kasapi i Lyonit për torturimin personalisht të burgosurve të Gestapos në Lyon. 2001, Izolt Kostner fiton kupën botërore të skive në disiplinën e rënies së lirë. 1983, prezantohet Apple Lisa, kompjuteri i parë personal i kompanisë Apple Inc., që kishte grafik dhe miun kompjuterik. 2010, u nda nga jeta Panajot Pano, futbollist i madh shqiptar. 2012, një ndër kolosët botëror të fotografisë, Kodak, deklaron falimentin pas 131 viteve në aktivitet. 2018, presidenti italian Sergio Mattarella nominon senatore të përjetshme 87 vjeçaren e mbijetuar të Holokaustit, Liliana Segre.